Jemi zyrtarisht në sezonin e virozave. Aktualisht ka rënë një viroz me temperaturë të lartë, 39-40, ka prekur të gjitha grup moshat, patjetër dhe fëmijët, e cila ka qenë çdo 3-4 orë me vlera të larta. Duhet sa më shumë që fëmijën ta rej dronit, jepni sa më shumë lëngje, fruta, perime, në mënyrë që ai ta përballojë sa më mirë, sepse ka humbje të lëngjeve nga temperatura e lartë, ka humbje edhe nga mos ngrënia, kështu që lëngjet janë ato që preferohen më shumë. Jepja në formën e frutave, bëja në formë kasate, shtrydhja, jepja si të duash, vetëm jepi sa më shumë. Por nuk do ndalem në lidhje me këtë temë, po doja të trajtoja bronkiolitin, duke qenë se si çdo viroz tjetër, bronkioliti shkaktohet kryesisht nga viruse. Virusi shkaktar kryesor është virusi respirator sincicial, por ka dhe viruse të tjera si rinovirus, adenovirus, viruset e gripit. Pre kryesisht fëmijët 0 deri në 2 vjeç. Normalisht më të rrezikuar janë ata që janë në 1 vjeç dhe grup mosha 0-6 muajsh më rrezikuar. Duhet të dini se fillon si një rrufë tipike, me pak hund, tek tuk në koll, në teshtim, pa temperaturë, dhe më pas për 2-3 ditë ajo fillon me bllokim, me vështirësi në frymarrje, mund të ketë përgjumje, mund të ketë rënje të tupirës, pra fëmia lë gjirin sepse është i lodhur, mund të ketë zënë dhe vështirësi në frymarrje, thotë më mirë të marr frymë, të shpenzoj energji për të marrë frymë, dhe atë pak energji që kam ta ruaj, sepse nuk dua që duke pirë, duke thithur, ai harxhon energji dhe preferon që të bëj organizmi atë që është më e rëndësishme, që është frymarrja. Kështu që për ta ndihmuar sapo fillojnë simptomat e rrufës, ju që keni grup moshën 0-6 muajsh, duhet që të bëni pikimin e hundës, pra sa më shpesh pikimin e të dyve. Bëni avull me dafin. Tjetra mund të bëni avull me fiziologjik, sa më shpesh, nuk ka efekt ansore. Vendosni mask nëse keni ju simptoma gripi dhe nëse ndjeni që keni thjesht dhimbje fyti, pak teshtim, vendosni mask, sepse jemi ne që ja shkaktojmë fëmijës, pra ne kalojmë shumë lehtë dhe fëmia e vogël normalisht nuk ka ende imunitet dhe kalon më rënd. Prandaj duhet mask, larja shpesh e duarve, aerosja ambientit, mos pini duhan në ambientet ku është bebi, sidomos grup mosha në 6 muajsh. Dhe më pas, nëse bebi fillon me vështirësi në frymarrje, nuk pi, është i përgjumur, është i lodhur, duhet kontakti me mjekun. Duke qenë se është grup mosha shumë e vogël, 0-1 vjeç ose sidomos në 6 muaj, nuk është se mund të përdorim shumë medikamente, por çelësi i trajtimit të kësaj sëmundje virale është rehidrimi. Aktualisht tek ne, nuk është se politikat e shtetit ende nuk ka filluar që të bëhen antikorpet monoklonale ndaj RSV-s. Kështu që ne jemi pak të pambrojtur ndryshe nga shtetet e tjera, sepse ajo na furnizon me një titër shumë të lartë antikorpesh dhe këta fëmijë të cilët janë vaksinuar kanë shtrime shumë të pakta dhe kalojnë shumë më lehtë bronkiolitin duke pasur raste shumë të mira se ne. Prandaj ju që keni fëmijë të vegjël, vendosni mask, lani sa më shpesh duart, ambienti pastër dhe jepni sa më shpesh për të pirë fëmijës. Ju përshëndes.